1576 haqilere nga Kosova do t'ja mësyen vendeve të shenjta këtë vit. Ata të gjithë së bashku me miliona haqilere nga mbar bota, do të kryen njërin prej 5 obligimeve të islamit. Në mesin e haqjilerëve është edhe Nazif Metolli nga Kosova, i cili së bashku me vëllaun dhe 2 motrët e tij, këtë vit do ta kryen këtë obligim. Ai shpreh i lumtur dhe i emocionuar që këtë obligim po e kryen së bashku me më të dashurit e tij. Po familjes tem kanë shkuar 2 vllaznia më i vogël që është hoq, ka shkuar edhe për nonën edhe për vete me gjithë bashkëshortë kanë shkuar që të dy. Unë e kam bashkëshortën e smut, nuk mundet me orë, me udhëtue, kështu që tash jam me 2 motrat edhe me vllaun mas më i që është. Me ato ashtë së nda me korë, kështu që na shta në haqe gjithë ka bashkë. Planë e këna pos me shumë bashkë se me vllaun së nda me korë edhe me këtë motrat që është janë gorbet edhe pak si të planifikume këna pos me shumë bashkë. Haxhin këtë vit do ta kryen së bashku edhe çifti bashkëshortor bosnjaku, të cilët nga Zvicra përmes Bashkisë Islame të Kosovës po e kryen këtë obligim. I falenderojmë Allahit që na ka mundsuar me shkuar atë çapën e shejt. Jem çaq të gëzuar e të lumtur që na ka mundsuar me shkuar bashkë me gruajt. Por na po nimi çaq gëzueshëm që me gjithë po presim me marrë atë rrugë e me shkuar. Po dëshira ka qenë e kamotshme. Po mundësit, Allahu tash na i ka dhonë mundësit me shku, edhe mezi presim të shkojnë. Një histori interesante të haxhit e ka Zymer Shala nga Bardoshi. Ai thotë se vetëm në tentimin e tij të tretë për të kryer haxhin, po i realizohet kjo ëndër. Kum pas qef që qysh më ti. Atëre kum pas edhe gruan të ndjerën, ku pa dash me shku me gjithë grue, mirë po si shkon kismet, edhe me ta për shkak të vitit të pasurit me kishtë patale afati. Herën e dytë në 65 vjetë e kufizuan, edhe me ta apet. E kësi ha, me emër Zotit, dhe shkujmë, pa e bo Zotit e emër Badeava isha, ja. Po emocion e kam, qef balë, po i gëzuam jam, e sen, po isha Allah Zotit në animon, i kam 74 vjetë, e dishka, po ma mërmene që e ka ljej. Edhe haxhilerët e tjerë nga Kosova e përshkruajnë si ëndër kryerjen e haxhit. Kohë të 10 vjetë, po që të mënera mundësije, po me shumë dhe lanë që Allah më qërtu, a që fënë ku pas më shkuë 10 vjetë të Kosovë, po kom pitë dhe shohë që në kom pas pak si i bashmir, e filin dhe Allah që në kom mësu më shkuë. Unë e haxhin, me thënë të drejtën që 3 vite kom pas në zemër për me shku me krye. E që 2 vite i kom nda parët, ka dalë me bashkëshortën kom me shkuë, edhe emocione sa dosh, gëzim sa dosh, që më do këtë dyqishtë si honër, zdi. Më do këtë si honër, që 2 vite i kom nda parët, edhe dashti Zoti, jam ka në rezervë, po që dashti Zoti si vjetë me shkuë. Haxhilerët nga vendi ynë thonë se në vendet e shenjta do të lutën për Kosovën, familjen, shoqërinë dhe gjithë muslimanët. Mas pore, ka mu lutë, ndoshta që është mas më rëndësije për udhëhecin të unë është Zoti drejton mas pore, e lidhën e mja vete, pastaj për krejt familjen, për shoqërinë, për gjithë shka që ka kohë në Kosovë edhe për gjithë muslimanët, sidomos e për ata në Gaza që janë të vujt me të madhe. Do të lutemi së pari për shëndetin për gjitha, për ne personalisht, pastaj për fëmijët, për familjen, edhe për gjithë muslimanët anë mbanë botës. Për Kosovë, për familje, për shoqëni, për gjithësi, për imetin Muhammed musliman. Kena më lutë për familjen të mush mas pori, për lazër, për motra, për këshi, për miqësi, për gjithë, për shok, për gjithë këmë lutë, për një pa. Nga nesër fillon nisja e haxhilerëve nga Kosova, të cilët do të kryejnë njërin prej 5 obligimeve të islamit. Haxhilerët do të qëndrojnë deri më 17 qershor në vendet e shenjta.